Te Ship Hop njishi do veçoja performancën e Doza MC, e cila ka qenë një performancë shumë e bukur, pa i hequr asgjë të tjerave, po Doza realisht dhe këtë e flas jo vetëm nga performanca si e përjetova unë, po dhe se si u prit nga publiku dhe feedbacku që ka marrë dhe më mbrapa, dhe edhe vetë Doza si artiste e ka thënë këtë gjë, dhe domethënë e kam parë dhe vetë shumë persona të cilët nuk e njihnin më përpara janë bërë fansat atij mas pra i ka konvertuar në fansa mas e performance. Kështu që ajo mund të them e para tek Ship Hop 2-shi ka qenë performanca e Enar, pra Bimbima dhe Ergenit, ka qenë gjithashtu dhe performanca Ledrit, i cili dhe në ato kohë promovoi dhe albumin e tij të ri Një Gotë për ty, e promovoi pra aty tek në Ship Hop, ishte një performancë shumë e bukur. Tek Ship Hop 3 do veçoja Lunin, Lunin dhe Blackin, dhe patjetër Rich the Kid, i cili solli një atmosferë shumë të bukur. Rich the Kid vjet ishte një nga 3 artistët më të dëgjuar në Spotify, kënga e tij Carnival me Kanye West, kështu që ishte një nga artistët më on top vjet që erdhi na vizitoi edhe neve në Shqipëri.